Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë të lutem së bashku lutje në mëngjesit. Sot është kremte, Jezu Krishti mbreti gjithësisë. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Krisht, Zotrues hynor i të gjitha sendeve, për ty jehojnë ndërtremet e turma lutësish, në kohë vjetore kur prap kthehen festat për t'i kremtuar. Vërtet, ky vend ushton nga zërat në tremet e mbretit të madh e porta e qiellit të ndritshëm, që i pret të gjithë që sulen për të futur në dheun e jetës. Kjo banesë shenjtë e mbështjell turmën tënde, që përshpirshme është plot me sakramente. Për gjellë qellore ushen me dhurata të jetës së mshueshme. Lutemi pra o Zot me fytyrë të qetë të bësh një shenjë duke drejtuar shërbëtorët që me dashuri të lartë kremtojnë gëzimet e tempullit tënd. Lavdi një llojt madhëroft, prindin e epërm, dhe ty shëlbues mbreti drejt ndër shekuj. Le të jehoj lavdia e Shpirtit Shenjtë në përmbar botën. Amen. Antifona parë. Krishti dielli i ri i botës është mbreti i dritës, i drejtësisë dhe i paqes. Psalmi 63. Shpirti i etshëm për hyjen. O hyj, hyj im jeti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, si toka shkret e thatë e pa ujë. Kështu erdha në shetrorën tënde për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngijem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të harreshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjem natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime, prandaj do të brohoras në hijen e krave të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti dielli i ri i botës është mbreti i dritës, i drejtësisë dhe i paqes. Antifona 2. Krishti është paqja, sundimi i tij deri në fund të botës. Kënga nga Danieli profet, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujëra që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diell e hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra e borra, bekojeni Zotin. Net e ditë, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekoft Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dete e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindesh e gjithë shka lëviz në ujra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët e qiellit, bekojeni Zotin.
Kafshë të egra shtëpiake bekojnë Zotin. Bijtë e njeriut bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinë të Zotit bekojeni Zotin. Shërbëtorët e Zotit bekojeni Zotin. Shpirtra frymtë të drejtëve bekojeni Zotin. Shenjtër e të përvujt në zemër bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e ta madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Krishti është paqja, sundimi i tij deri në fund të botës. Antifona 3. Zoti ia dha pushtetin, nderin dhe lavdin, mbar popujt do t'i shërbejnë. Psalmi 149. Festa e miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shenjtëve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bijtë e Sionit t'i brohorasin mbretit e vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bie në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdohen të drejtën në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë e shpatën dyteshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretrit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar, ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti ja dha pushtetin, nderin dhe lavdin, mbar popujt do t'i shërbejnë. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Efesianëve kapitulli 4, rreshtat 15 dhe 16. Duke e dëshmuar me dashuri të vërtetën, të rritemi në çdo pikpamje drejt atij që është kryet Krishtit. Prej tij, trupi i tërë si një copë, mirë i lidhur në një, ashtu që çdo gjymtyr ndihmon sipas funksionit që u dha veçanërisht secilis pjesë dhe mundson rritjen e trupit në ndërtimin e vetvetes në dashuri. Përgjigja e shkurtër. E këndojnë besimtarët lavdinë e mbretërisë sate. E këndojnë besimtarët lavdinë e mbretërisë sate. I shpallin veprat e tua të madhërishme. Lavdinë e mbretërisë sate. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I këndojnë besimtarët lavdinë e mbretërisë sate. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Krishti është i paralinduri ndër të vdekur, mbreti i mbretërve të tokës. Ai bëri prej nesh një mbretëri për hyjin, atin e tij. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit ton, se do t'na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejetlartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.
Krishti është i paralinduri ndër të vdekur, mbreti i mbretërve të tokës, ai bëri prej nesh një mbretëri për hyjen, atin e tij. Lutjet e besimtarve. Të bashkuar në lutje në mëngjesit, ta lavdërojmë dhe ta thërasim Krishtin, mbretin e gjithësisë. Ardh mbretëria jote, o Zot. O Krisht Jezus, ti që je udhëheqësi dhe zotëria i popullit tënd, na udhëheq udhës që shpije në shërbimin e amshuar. Ardh mbretëria jote, o Zot. Bari i mirë, ti që dhe jetën për delet e tua, rri gjithmonë me ne dhe nuk do të na mungoj asgjë. Ardh mbretëria jote, o Zot. Shëlbuesi ynë, ty ati të bëri mbretin e qiellit dhe të tokës. Bëj që të bashkëpunojmë në ndërtimin e mbretërisë sate drejtësie dhe paqeje. Ardh mbretëria jote, o Zot. Mbreti i amshuar, që erdhe në botë për ta dëshmuar të vërtetën, bëj që çdo njeri ta njohë parsinë tënde në të gjitha gjërat. Ardh mbretëria jote, o Zot. Mësues dhe shembulli ynë, ti që na thirre të bëjmë pjesë në mbretërinë tënde, na ruaj të shenjtë dhe të patëmejt deri në ditën e ardhjes sate. Ardh mbretëria jote, o Zot. Të lutemi, o hyj gjithë pushtetshëm dhe i amshuar, ti deshe të ripërtrish gjithçka nëpër Krishtin, birin tënd, mbretin e gjithësisë. Bëj që mbarë krijesa të liruara nga robëria e mëkatit, ti shërbejnë madhërisë sate të lëvdojnë pa pushim, nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.